Në Shqipëri, sektori i ndërtimit ka pësuar një rritje të shpejtë, duke i dhënë kontribut të konsiderueshëm edhe në zhvillimin ekonomik të vendit, por me rritjen e numrit të turistëve në Shqipëri, a mjafton kapaciteti aktual i apartamenteve për të përballuar kërkesën, apo duhet një valë e re ndërtimesh? Në raportin e Altax, krahasohet kapaciteti i stokut aktual i apartamenteve me kërkesën. Sipas të dhënave të Altax, për 12 deri në 15 milion turist në vit, me një qëndrim mesatar prej 5 ditësh dhe një hapësirë mesatare prej 22 m2 për turist, përkthehet në një nevojë të lartë për sipërfaqe akomoduese, e cila të i kalon stokun bosh të apartamenteve në treg, por cila është zgjidhja që mund të përballojë flukset turistike pa ndërtime të reja. Një ndër zgjidhjet është përfshirja e banesave të shqiptarëve rezident, atyre të diasporës dhe të huajve që kanë investuar në Shqipëri në pasuri të paluajtshme, gjë e cila do të mundësojë kërkesën për strehim, e cila mund të mbulohet pa pasur nevojë për një bum të rindërtimesh. Por aktualisht, a mjafton stoku aktual i ndërtimeve për një fluks mujor mesatar hyrjesh deri në 1 milion vizitor? Altax vlerëson se nëse stoku aktual i ndërtimit është i mjaftueshëm për të mbështetur një fluks mujor të pritshëm prej më shumë se 1 milion vizitor, duhet të merren parasysh disa faktorë kryesor, duke përfshirë këtu kapacitetet e akomodimit, infrastrukturën dhe kërkesat për shërbime që do të ndodhin si pasojë e këtij fluksi. E kësaj, stoku aktual i ndërtimit mund të jetë një bazë e dobishme për të mbështetur një fluks të madh turistësh, por do të jetë i pamjaftueshëm nëse nuk ka investime dhe zhvillime të shpejta për të krijuar më shumë kapacitete akomoduese dhe infrastrukturore. Për një fluks mujor prej deri në 1 milion vizitor, do të duhet të zgjerohet ndërtimi dhe infrastruktura, të krijohen më shumë mundësi akomodimi dhe të sigurohen burimet e nevojshme për mbështetje të një fluksi kaq të lartë turistik.